Ftuari i radhës është Hesli. Hesli është një artist i ri, një, le ta quajmë reper? Reper, po. Një reper i ri I në tregun I ri, muzikor po. shqiptar. Po. Përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Shumë faleminderit për ftesën radhë parë. Ishte kënaqësi. Çfarë vibe po t'jep emisioni Vibe? Po tani si vetë emri Vibe, Po ta jep të mirë. tani është fillimi, po besoj që do ketë vibe. Tani unë dua të di se si lindi dashuria jote për rapin. Po tani si gjithë, unë fillim kur isha e vogël këndoja, por që e kisha atë shtytin për të hyrë muzikës, po normalisht vitet kalojnë, rritesh pak më shumë, e kupton më shumë, jo vetëm muzikën, çdo gjë rreth jetës, por që si gjithë artistat, shikoja artistat moshës time për shembull, që ishin lart me muzikën, edhe thjesht ishte ajo shtytja e fillimit që pse mos t'jem dhe unë, edhe pastaj kështu nisi, dhe deri këtu ku jam tani. Kush ishte personi i parë që të mbështeti në këtë rrugtim? Po tani personi i parë, gjithmonë vendimet që unë marr, normalisht në fillim i shpreh me familjen, pastaj me tjerët, kështu që personat e para kanë qenë familjarët e mi, babi, mami, dhe i dyti është producenti im, i cili dhe im ka mbështet shumë, e falenderoj. Deri në momentin që unë i kam shkruar dhe më ka kthy përgjigje, më ka ftuar dhe në studio, kam bërë dhe ca muzikë tek ai, kështu që to janë dy palët që më kanë mbështet. Kur e kuptove që muzika nuk është më një talent për ty, por është një rrugë që ti duhet futash? Kur bëra muzikën e parë, njerëzit filluan që ta pëlqenin sepse gjithmonë më kanë parë në atë stilin tim ditar, le të themi, në stilin tim si qam unë çdo ditë, nuk kishin parë ndonjëherë që në mikrofon, le të themi, duke kënduar, edhe besoj se komentet e bukura. Po komente negative ke patur deri më tani? Po tani nuk diskutohet, si çdo gjë e mirë ka ato të këqijat e veta. Kështu që sa për bazë i merr komentet negativa? Them drejtën, nuk i marr fare. I lexon? I lexoj, tani unë i lexoj, tani nuk kam si mos t'i lexoj, por që nuk i marr fare për bazë. Kush ishte personi i parë që të besoi në këtë rrugtim që je futur? Them drejtën, prap mund të them familja, sepse thjesht veta ka marrë këtë vendim, nuk është. Tani unë dua të di se çfarë sakrificash ke bërë për të ardhur deri këtu ku je. Po tani muzika si çdo gjë tjetër ka ato sakrificat e veta, nuk diskutohet. Por që le të themi, nuk është se kam bërë ndonjë sakrificë madhe, por që mund të kem sakrifikuar gjumin, le të them. Sepse unë jam dhe në shkollë dhe normalisht që të dilte një tekst i bukur, një diçka e bukur që mos ta humbisi atë vibe-in, siç e kisha nisur, thjesht rria dhe pa gjumë që ta mbaroja, më kupton? Mos ta leja, sepse unë kam si moto që atë që bëj mos ta lej për nesër. Dua thjesht ta mbaroja dhe të flej pastaj rehat. Kështu që mund të them që kam sakrifikuar gjumin. Po shoqëria si e priti? Shoqëria mirë. Shoqëria nuk është se kur them që thash komentet negative, ka qenë njerëz të tjerë. Kupton? Pastaj shoqëria mund të kenë ato shakat e veta, por që në përgjithësi mirë, nuk është se kam pas. Kush është artisti shqiptar që të ka frymëzuar, le të themi, ose që ti e ke dëgjuar më së shumti? Nuk po zgjas shumë, po them Finem. Pavarësisht se është dhe pak i madh mosh, por që unë fakt kam pas dëgjuar këto Noizin, Stresin, kupton, por nuk e di, ndoshta jam bërë disa kohë që ose më del vetëm mua në telefon Finem, ose nuk e di. Çfarë të pëlqen më shumë tek ai? Po tani zëri nuk diskutohet, por që le të them stili që ai ka normalisht, edhe mënyra se si ai e shpreh muzikën. Më duket sikur i ngjan pak Finem. Por nëse të bësh si ai, do i marrësh vajzat më qaf. Se gocat vdesin për Finemin. Po tani po për ty vdesin gocat herë? Unë nuk dua të mburrem, po besoj se deri diku dhe po, ku ta di unë. Çfarë pëlqen më shumë vajzat tek ti? Faktin që ti merresh me muzikë, pamjen e jashtme apo diçka tjetër? Pamjen e jashtme, se tani kur një vajzë, le të them, ta vën syrin, gjithmonë ajo nuk e di se
me çfarë merresh, më kupton, nuk ta din fare tipin, por që besoj se pami në jashtme. Tani në tekstet që ti shkruan, i shkruan producenti apo i shkruan vetë? Jo, i shkruaj vetë normalisht. Çfarë do të përcjellësh nëpërmjet teksteve? Në fakt unë përcjell atë që ndjej deri diku dhe atë që publiku ka shef, sepse unë normalisht gjithmonë kur postoj një muzikë, si në TikTok, si në YouTube, po në TikTok i shoh më shumë bazohem te komentet dhe i bëj të lidhen çfarë kanë qef njerëzit. Çfarë kanë qef më shumë? Po tani unë si ta them, unë bëj shumë zhanra muzikor, por që më shumë jam bazuar tek reggaetoni ose muzikë dashurie le të themi, që njerëzit i pëlqejnë shumë dhe unë mundon të bëj më shumë si këto muzikë, si këto tekste. Po ti të pëlqejnë vetë? Po më pëlqej tani normalisht përderisa i bëj dhe i postoj. I ke dedikuar ndonjëherë ndonjërs ndonjë tekst dashurie? Nëse thua jo, gënjen. Jo, po. Po. Kam dedikuar. Për fat të keq besoj. Pse për fat të keq? Po sepse kemi qenë, si ta them, në atë fundin ton, ta them. Fundin ton të trishtuar edhe. Të trishtuar, sa u trishtove ti? Ja, them drejtën, nuk jam trishtu fare, se ka qenë një vendim i jonë, kupton. Jo që kemi qenë, domethënë, në debat, më kupton. Thjesht ishte një zgjedhje e jonë. Ke qenë i dashuruar, domethënë. Po tani ajo dashuria fare besoj të ngel gjithmonë, më kupton, nuk është se hik ndonjëherë, por që derisa të dalë e dyta, apo dhe pasi të dalë e dyta. Po nuk ka rëndësi, edhe e dyta, dhe e treta, dhe e katra, dhe e pesta, pra para godet më ndryshëm, kupton se çfarë ishte ajo gjë që të goditi ty tek ai person? Tipi mund të them. Çfarë tipi pëlqen ti? Tipi im ngazmor. Sepse jam shumë fan, le të themi, pavarësisht dhe serioz momente të caktuara, por që më pëlqen shumë vajzat që janë fani, por që dhe serioze në të njëjtën kohë, dhe inteligjenca kaq. Dua për një vajzë. Nuk dua se, si ta them unë tani, që ajo të vite ku dhe të më sjellë dhurata çdo ditë, më kupton? Që nuk është fare detyra saj. Po ti dhurata don ti bësh? I bën vajzës dhurata? Apo nuk je tip romantik? Jo, romantik jam, por romantik jam. Si e shpreh romanticitetin? Me fjalë? Me fjalë dhe me vepra. Si për shembull, çfarë veprash? Po tani nuk besoj se ka ndonjë vepër tjetër përveç se përshafimit ose mbajtjes afër. Bravo. Nuk besoj se ka diçka tjetër, kështu që. Po trëndafila dhuron ti? Them drejtën, trëndafila s'kam dhuruar sepse kur ka qenë Shën Valentino nuk kemi qenë bashkë. Edhe nuk kam dhuruar. Të erdhi keq, po ti pse si çove trëndafila dhe pse si shit bashkë? S'ka ndonjë gjë të keqe. Nuk je tip që e bën hapin i parë? Do ta thoja, por që jemi para kamerave dhe nuk është pak private. Okej, do e flasim pas kamerave, se unë jam shumë kurioze të di. Sepse ky djalë bukurosh nuk e ka më atë marrëdhënie, çfarë ndodhi? Pa tani Klea nuk është fundi botës, sa më kupton? Do kemi kohë. Gjërat e bukura na presin. Po normalisht gjërat e bukura na presin, nuk është fundi botës, ka gjëra për të eksploruar plot, por që çfarë bëjmë, kjo është jeta. Tani unë doja të di se çfarë nuk do të bëje kurrë vetëm për famë. Për famë. Unë e para herë nuk do të ulja shoqërinë time, që le të them kam një jetë që rri me to, dhe familjen, asnjë gjë tjetër. Tani me cilin artist shqiptar do doje të kishe një bashkëpunim? Unë tani finemin e thash që më pëlqen, a kupton, po në nivelin tim është shumë lart, më kupton? Por me që me vërtet unë Maregun e kam taku disa herë. Nuk po them që i kemi ato konfidencat tamam, por që më ka pëlqyer si djalë dhe e përshëndesje më radh parë. Edhe pse jo, mos bëj diçka të bukur me atë. Përderisa kam dhe në studio, nëse bëj diçka me Maregun, me të vërtet do dalë diçka e bukur. Kështu që Mareku. Edhe unë e di, e besoj, e kam, do me thënë, kam të qartë, se do dali shumë e bukur, nëse do të kemi një bashkëpunim të dy bashkë. E kemi, si ta them, Klea, kemi atë telepatin, po edhe stilin muzikor, kemi gati të njëjtin zhanër, më kupton? Të njëjtin zë, edhe do dali diçka shumë e bukur.
Po kush mendon femrat me këtë do dashurohen më shumë nëse do t'i publikoni një klip bashk me ty apo me Marekun? Tu nuk mund ta them dot. Tani nuk e di, kupton? Por që nuk kam mendim. Nuk di e. Është ndryshim tani, unë dal me fytyra, i del me maskë, më kupton? Edhe nuk mund them dot. Por që jo tani gjithë e duan, si ta them unë, për atë që ajo është, por për atë që ai ka më shumë, besoj unë. Po, besoj për famën, ku ta di unë. Ti do doje të doni njerëzit për famën që ti ka? Ja. Më shumë doje që të ndonin për atë që unë jap, jo për atë që unë kam. Okej, folëm për artistët shqiptar. Tani kalojmë pak e artistat. Te këngëtarët. Me këtë do doje një bashkëpunim? Te këngëtarët shqiptare. Këngëtarët shqiptare. Them drejtën, nuk është se i dëgjoj më shumë këngëtar, si më shumë të moshës time, por që nëse do ishte një zgjedhje shpejt, do thoja Dafina Seshiri. Të pëlqen? Po është si ta them, në atë stilin e vet është pak e egër, kupton? A të pëlqen femrat e egra ty? Ja, tani ja kam fjalën muzikën, kupton, mos i kesh kupton. Femrat e egra nuk të pëlqejnë? Ja. Përderisa se jam vetë, nuk kam se tjenë ato. Am kupton, kështu që Ti je ëmbël i but. Sweet, po. Sweet. Ti e do dhe femrën sweet, po ti sweet, femra sweet, sigur s'shkon. Pa tani, besoj se do dali një kombo bukur, kupton, se tani me diabet nuk bëhem, jam kupton, kështu që do dali diçka e bukur. Tani unë dua të di si je kur nuk je në studio. Çfarë bën kohën e lirë ti? Tani, për ato që më njohin, si që tash dhe më përpara, jam ai tipi fani, mundohem të bëj qesha, më kupton? Nuk jam ai tipi që revoltohem shpejt, nëse ndodh diçka keqe, e marr me sportivitet, bëj sikur se ndëgjoj, qesh akoma. Kështu që ky tip jam unë, nuk jam... Zemra jote është e zënë? Apo je single? No, single. Për momentin jam single dhe mendoj të jem single. Pse mendon ti është single? Nuk i përballon edhe punën edhe marrëdhënien? Unë me vërtet nuk jam shumë i madh mosh, po që normalisht puna më duhet, më kupton? Siç më duhet, më i duhet çdo personi tjetër. Pastaj lidhja, siç e the, nuk mbahen dot, janë shumë. A më kupton? Janë too much. Nëse bëhet ajo përzierja, lidhje edhe lidhje dhe muzika, më kupton? Pastaj janë dhe xhelozirat. Po xhelozirat normalisht janë, më kupton? Po ti je tip xheloz? Nëse do jetë për lidhje, tani kush është ai që nuk është xheloz? A më kupton? Unë mund të them që jam xheloz, po jam xheloz për diçka që unë kam. Çfarë është e ime, është e ime, më kupton? Nuk mund ta lej dot dikë që ta përbull, si ta them. Pastaj nëse është fjalë tek xhelozia për raperat shqiptar, tek xhelozia në marrëdhënie. Marrëdhënie, jo. Thash se the për këto raperat shqiptar, më bëhet çevi që Shqipëria ka artista të ri dhe po as përpara. Pastaj nëse janë këto xhelozit në çifte, mund të them shumë pak. Më kupton? Pse pak? Po shumë pak tani, sepse atë të drejtë që kam dhunë normalisht e ka dhe ajo. Tani nuk kemi 100 vjet para, më kupton? Që estin me ato traditat e veta. Unë jam, si ta them, jam chill, më kupton? Nuk është se kam shumë qef. Çfarë të chill ty? Unë them drejtën, chill kam lind ti. Nuk është se më bën diçka, më kupton? Mjafton që të jemi rrethuar nga njerëz të mirë. Kaq. Nuk është se kam diçka tjetër. Nëse ish partnerja do të telefononte sot tani në këto momente, do t'i përgjigjesh? Po. Do t'i përgjigjesh. Po nuk është se më ka bërë ndonjë gjë të keqe, më kupton, se i kam bërë diçka të keqe. Thash, ishte vendimi jon, por që ka mbetur një dritë jeshile në marrëdhënien tuaj, pak dashuri. Po tani u bë pak kohë, them drejtën, më kupton, edhe do ti me kalim në ditëve, me kalim në kohëve. Hiqen ajo. Sa them ty të ngel pak, më kupton, për që kur e mendon që ke shumë kohë dhe ndoshta e kërkon thesh prapë është për mua diçka kot, le të them. Nuk është se do jetë më... Keni tentuar të riktheheni përsëri?
ka qenë një shkputje e vogël, mund të them 2-3 javore. U bëm prapë për që nuk funksionon. Ka goca boll. Po, tash të thashë nuk është fundi botës, sa më kupton, ka plot. Çfarë do t'i thojë një mesazh sot asaj gocës? Gjithë të mirat, uroj gjithë të mirat, nuk kam çfarë të them tjetër. Çka kam pas mi thonë, ja kam thonë, kështu që thjesht uroj gjithë të mirat. Dhe faleminderit për aq kohë sa më ka dhënë vllaj vëmendje. Kaq. A mund të çaj pak? Ska lot sot. Që një djalë shumë i zgjuar, shumë me vlera, edhe jam e lumtur që të kam. Shumë faleminderit. Dhe shumë i pjekur, nuk e di ç'a moshe ke, por je shumë i pjekur. 16. What? 16. Seriozisht e ke ti? Po. Bravo. Çfarë mendimi ke për disat? Nuk jam fare pro disave, të them drejtën. As tu kam qef fare. Jo. Nuk do bësh ndonjëherë? Tani të thash jam i ri në tregun muzikor, nuk kam pas to konkurrencat e forta që mund shkojnë deri te disat. Nuk risi kam pas, por që nuk i kam qef fare. Sepse mund të eskalojnë, në kupton, mund të kalojnë edhe si ta them tani në dhunë. Po, se nuk i dihet. Disë është diçka që ndryshe me muzikën, se ti në muzikë shpreh atë që ti ndjen, atë që ti kalon. Ndërsa në dis ti nuk shpreh për vete, ti shpreh për dikë tjetër, më kupton? Po nëse do të bënte dikush ty një dis, si do reagoje ti? Po normalisht nuk do reagoja mirë. Them drejtën jo, kupton, ai në fund siç është e shprehur tani i duruar i fituar, ja kupton? Në fund ditës sa kupto, prap unë do jem ai që jam, ai do jetë ai që është, më fal. Edhe por që normalisht nuk do më vite mirë, por që nuk më pëlqen që ta ul karakterin tim. A mendon se konkurenca të bën një artist më të fortë dhe të suksesshëm? Besoj se po, por që jo një them drejt tjetë një konkurrencë me mençuri, si ta them unë tani. Tjetë një konkurrencë ku njerëzit ta shikojnë që ti me të vërtetë don atë vendin tënd, po tregon dhe intelekt, le të themi, jo që thjesht se në fakt konkurenca te këto pjesët e diseve hyn, në kupton, sepse nëse nuk shkon mirë, pas sa kohësh do vazhdoj që të hedhë dise kunja. Por që jo, nuk jam pro fare. Okej, mirë, më pëlqen. Tani kam dhe një pyetje të fundit dhe pastaj do kalojmë tek një rubrikë tjetër ku janë pyetjet e shpejta që ti do zgjidhësh. Po. Dhe përgjigjesh shpejt. Okej. Pyetja e fundit është kush mendon se është reperi më i fortë në Shqipërisë deri më tani? Tani domethënë. Në këtë moment që po flasim. Tani nëse do ishte e shpejtë unë do thoja Noizi. Është një raper shumë i fortë. Ka shumë kohë, ka shumë vite që merret me muzikë dhe e njeh më shumë se gjithë Shqipëria, por që nëse do thoja raperi më i fortë vitet 2025-2026 do thoja Finën. Po Solon, ku na e le Solon? Pa edhe Sordën, për që nuk e di të kohë të fundit, Finemi më ka dalë pak më shumë. Është i fortë është. Po them që tani Solo është raperi i keqe. Nuk e diskutim që është raperi i mirë. Por që thjesht ceka Finemi në këtë rast. Çfarë do të thotë suksesi për ty? Suksesi për mua do të thotë shumë, sepse është ai përfundimi që unë kam dhënë gjatë gjithë atyre kohëve me muzikën. Edhe kjo do të thotë për mua që unë tani të shoh njerëzit që pëlqejnë atë që unë bëj, jo komente negative, thjesht pozitive me muzikën që unë postoj, për mua është sukses dhe është një arritje madhe. Që të shoh njerëzit pëlqejnë atë që unë transmetoj. Edhe unë të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Edhe jam e lumtur që Shqipëria po nxjerr çdo ditë më shumë artista të rinj. Është një risi shumë e madhe. Tani jemi tek pyetjet e shpejta. Dashuria apo para? Dashuri. Studio apo sken? Studio. Natë apo ditë? Jam pak djalë natë, kështu që natë besoj, natë. Instagram apo TikTok? TikTok. Beat apo tekst? Beat. Fam apo respekt? Respekt. BMW apo Mercedes? Mercedes. Pushime në mal apo në det? Në det. Telefonat apo mesazh? Telefonat. Nike apo Adidas? Nike. Serioza apo funny? Të dyja. Mix. Mix.
Klasi apo sportive? Jam tip që i vesh të dy, jam kupton se merrem dhe me stërvitik, po do të thoja klas. Klasi. Të gjata apo të shkurtra? Të gjata. Një artist shqiptar që e preferon? Veç finemit? Kapi dhe zhanerat e tjera? Po Butrin Timeri. Një artist i huaj? Eminem. Bjonda apo Bruna? Bruna. Një fjalë që të përshkruan ty? Tani ta thash dhe shpara. Fani do thoj. Një fjalë që përshkruan moderatorin që momentalisht po të bën intervistën? Intelligent. Një ëndër që nuk e ke realizuar ende? Një ëndër që nuk e kam realizuar akoma, por që do ta realizoj me shumë punë, është që të bëj familjen time të lumtur. Një ditë me shpresë Zotit dhe ta bëj të lumtur me pasionin tim që është muzika, dhe t'i them që muzika nuk është thjesht ai zhanri ku ti këndon, por është një, si ta them, një hap tjetër, një derë që hapet. Dhe kjo është ëndra ime, por që do ta realizoj shumë shpejt me shpresë Zotit. Edhe tani, për mbyllje të kësaj, unë do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë artistat e rinj. Për gjithë artistët e ri, po. Do të thoja që për gjithë ato artistat që duan të hyjnë muzikës, muzika është diçka që duhet të tregosh durim, nuk është diçka që të vjen direkt. Do t'i thoja që nëse ato duan të hyjnë muzikës, duhet të kenë durim, duhet të punojnë fort. Normalisht që muzika, si çdo gjë tjetër, edhe lidhet pak me lekët, edhe duhet të harxhosh normalisht. Unë them drejtën, çfarë fitoj e investoj prapë te muzika, kështu që edhe ato që duan të shkojnë sa më lart, sa më përpara me muzikën, duhet të harxojnë pak. Nëse do ta përmbledha me një fjalë, do ishte që never give up. Që asnjëherë mos dorëzon, sepse nëse muzika për më shumë është pasioni i tyre, siç është dhe pasioni im, unë nuk do të dorëzoja kurrë të muzika, kështu që këtë do t'i thoja, never give up on your dreams. Je djalë fantastik. Shumë faleminderit. U kënaqja? Them drejtën, nuk u kënaqja. Si vet emri Vibe më dha pak vibe, dhe them drejtën, pëlqej kur shprehem tek një person, i nxjerr ato që kam për brenda, se le të themi çka ka të shkruar aty në letër ishte, si ta them, diçka që unë doja ta shpreha dhe ja thash sot. Tani ndjem pak me lehtësuar. Të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Bashk besoj do të shihemi edhe ti, edhe kur të publikosh këngët. Se mos na bëhesh mendim madh pastaj. Normalisht, herën tjetër, dar Zoti të vi këtu të jemi mirë, do ta transmetoj edhe një diçka të bukur. Vetëm për Vibe me Klea Kicën. Ishte kënaqësi, të falenderoj ekstremisht shumë. Klea, shumë faleminderit edhe ti. Ishte një kënaqësi dhe për mua të jes sot me ty. Faleminderit për ftesën. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.